Ju përshëndes të nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Unë kam kënaqësinë që në News 24 fundjavë tani të kem të ftuar zotin Olger Trakiplari. Do diskutojmë me të në lidhje me protestën e 35 ditës së sotme. Kam pasur edhe para 2 javësh në këtë studio, kemi pasur mundësi që si aktivist njëherësh ka marrë pjesë edhe në disa protesta të tjera që janë zhvilluar, por asnjëherë si kjo protestë, Olger. Patjetër, sot mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Është një ditë e shumë pritur. Sot presim një ditë madhështore. Diaspora tashmë është në Shqipëri, pritet që t'i bashkohet në orën 7. Kjo protest nuk ngjan fare me protestat e tjera. Menduam se ishte protesta e studentëve ajo që bënte diferencën, por kjo është E keni paralajmëruar datën 4 korrik si një ngjarje të jashtëzakonshme me thirrjet e erëpashershme dhe për diasporën. Ke informacion se sa do të jetë numri i pjesëmarrësve, sa do të jenë qytetarët që vinë nga diaspora, janë mobilizuar, ku po qëndrojnë? Unë kam edhe komunikime nga diaspora pas pak, po do doja ta dija nga ju, meqense jeni te grupi të pjesa e njerëzve që merren me organizimin të Ky është një organizim madhështor. Nga gjitha qytetet e shtetet e diasporës, dhe neve ne janë bashkuar, tashmë ata, ndryshe nga era e parë, për të prishur skenaret e bllokimeve të doganave, apo në një mënyrë të paprecedent që mundet të ndodhi për ta parandaluar atë gjë, kanë ardhur në mënyrë të shpërndarë një pjesë të organizuar, normalisht pa u vënë re që janë grupime të mëdhaja, por me sa di unë, tani në mëngjes ata kanë filluar të bashkohen brenda në Tiranë, edhe po presin që të bëhet organizimi. Është një organizim madhështor. Por ju që jeni çdo ditë në protestë dhe që keni të gjitha ditët që qëndroni çdo ditë në të, si është të ndjeni mbështetjen e diasporës në këtë moment? Sy dhe zemra janë nga diaspora. Është diaspora ajo që ne na jep fuqi për shkak sepse janë pikërisht ata më të prekurit. Nëse ata janë larguar pikërisht për këto arsye që ne po protestojmë, për të gjitha gjërat që nuk funksionojnë në këtë vend. Ndaj diaspora e ka revoltën më të dukshme dhe për më tepër është ajo që është më e vështirë për t'u kapur. Është më e vështirë për t'u intimiduar, është më e vështirë për ta çorganizuar apo ta orientuar diku tjetër. Kështu që ata kanë ardhur me arsye të plota për të protestuar edhe për t'i dhënë zë më të madh kësaj proteste. Si ke lexuar protestën në këto 35 ditë tashmë, pra që prej nisjes së ditës së parë dhe deri në ditën e sotme që kulmon me datën 4 korrik dhe besoj do të vazhdojë dhe më tej, nëse nuk arrin ato 5 pika që kërkoni pas një lloj negocimi. Unë mendoj që sa vjen protesta zgjatet, aq më shumë ne konsolidohemi në shesh. Shpeshherë qeveria mendon se sa më shumë neve ta zgjasim këtë protestë, aq më tepër edhe si paqësore mendon se ne do lodhemi edhe do ndërpritet kjo protestë. Në të vërtetë është e kundërta. Neve vazhdojmë të organizohemi, vazhdojmë të njihemi me njëri tjetrin, vazhdojmë të shikojmë njerëz me energji të madhe dhe çdo ditë, siç e ke vënë dhe re, jemi gjithmonë edhe më kreativ, gjithmonë edhe me mënyra më të reja për t'u shfaqur në protestë. Çfarë tregon kjo? Pra kjo qëndrueshmëri në këtë moment, dhe do bëjmë edhe një analizë për akuzat për korrupsion që Reuters ka theksuar në këtë moment dhe shumë media ndërkombëtare, duke thënë dëgjoni qytetarët, është zëri i tyre, duhet të reagoni, nga ana tjetër kemi qeverinë me reagime duke cilësuar zoti Rama së fundmi disa protestues të mirë, disa jo të mirë, për duke bërë një diferencim. Kjo tregon që po bën një hap pas, po e kupton rëndësinë. Në fillim ata nuk e pranonin, nuk janë fare protestues, është një grup i vogël, pastaj filloi u konsiderua, pastaj kur u zmadhua protesta filloi t'i ndaj, sepse pushteti, çdo lloj pushteti e ka sloganin e vet, për çfarë dhe sundo. Dhe normalisht për çfarë dhe sundo, ata mendonin se do të shkatronin këtë protestë. Por jo, përkundrazi, tashmë shqiptarët janë zgjuar, e kanë kuptuar këtë lloj gjëje dhe çfarëdo lloj gjëje, çdo lloj provokimi që është bërë gjitha, masa e konsoliduar ka qenë shumë koshijente dhe e ka mbajtur
për të mos u shkatruar. Revoltën. E ka mbajtur revoltën, e ka mbajtur edhe pjesën që të mos të devijoj protestat, mos shkojmë atje ku do pushteti, pra që ne të përçahemi, që ne të kemi sulme me njëri tjetrin, që pastaj të mpakemi. Jo, unë me sa shikoj, është krijuar një masë solide, që pavarësisht numrave që mund të ulen të bien, është gjithmonë ajo masa kritike që qeveria po e ndjen presionin. Fakti që tani përpiqet që të ndaj disa të mirë dhe disa të keq, është një arsye me që nuk ja doli dot ti delegitimonte, duke i marrë çdo ditë me çdo protestues duke ju bërë CV-n e tyre, biografinë e keqe, si në kohën e Enverit, tani ka filluar tek grupimi tjetër që nuk ka çaj u gjen më dhe përpiqet që t'ju tregoj. Po, a ka qenë e njëjta qeveri kjo? Që nuk i ka zgjidhur ato probleme. Për ato që i quan se njerëzit e mirë kanë dalë për atë. Nuk mundet të zgjohet kur protestuesit janë aty në shesh. Kështu që është tepër vonë, mënyra reflektimi nuk mundet të shkojë. Shqiptarët janë gjithë bashkë, edhe ne aty nuk kemi ndasi. Fakti që neve po rezistojmë mes grupimeve të ndryshme që ndajmë mendime totalisht të ndryshme nga njëri tjetri, por si po menaxhoni këtë pjesën që ka grupime të ndryshme në këtë protestë, pra? Shiko, edhe brenda familjes asnjëri nuk ndan të njëjtin mendim. Tani vllai me motrën se ka të njëjtin mendim si prindrit, kështu që normalisht në një protestë që ti nuk njihesh, asnjëherë absolutisht që do ketë edhe nga ata që gjithmonë janë të revoltuar edhe duan që të përshkallëzohet, patjetër. Është shumë e vështirë që të arrish të mbash një protestë paqësore kur ti shikon që pushteti të shtyp me çdo lloj forme. Gjithmonë të provokon, gjithmonë vendos edhe fut mes protestuesve provokatorë. Dhe meqense jemi te provokimet, besoj që i ke ndjekur 48 orët e fundit, ka pasur gazlotësjellës, ka pasur një përplasje mes qytetarëve dhe policisë. Në deklaratat e tyre të gjithë protestuesit kanë deklaruar se kemi qenë gardë për të mbrojtur disa provokime që kanë qenë aty kundrejt policëve. Më bëj një saktësim dhe një koment për këtë gjë që ka ndodhur dhe për ata 19 persona që mbahen. Ne kemi thënë gjithmonë, për aq kohë sa e kemi deklaruar vetë që kjo do jetë një protestë paqësore, edhe neve nuk kemi qenë pro një përshkallëzimi të protestës të dhunës ndaj policisë. Në të gjitha rastet që është protestuar kudo, asnjëherë nuk ka qenë e provokuar nga protestuesit. Përkundrazi, kemi vënë re, duke qenë se kemi qenë brenda në shesh, kemi vënë re që shpeshherë policia nuk ka qenë në detyrën e saj. Që do të thotë? Që do të thotë jo vetë policët, por gjithmonë të shtyrë nga telefonata dhe nga indicje të jashtme. Mendojmë që protestuesit gjithmonë janë provokuar. Edhe kundër sulmi i policisë nuk ka qenë në proporcion me atë çfarë protestuesit janë revoltuar. Nuk mundet që policia ne të gjuajmë me vezë dhe policia të hedhë gaz lotësjellës. Është e patolerueshme. Domethënë, për aq kohë sa aty ka patur në shesh nëna me fëmijë, nuk mundet t'ju çosh gaz lotësjellës. Kështu që kjo lloj gjëje mendoj që si ndikon kjo situatë në kontekstin e gjerë të protestës? Po ja, arrin deri te rebelimi. Rebelimin pastaj është e pamundur që ta ndalosh. Patjetër që do shikojmë edhe ato skena pastaj që do agravojë, por po të shikojmë fillesën, shqyr përveç medias, jemi dhe neve shumë syresh aty që fotografojmë dhe filmojmë, dhe për fat të mirë kemi dokumentuar mjaftueshëm skena. Çfarë mund të keni dokumentuar që nuk e kemi kapur me syrin tonë? Shumë gjëra që një telefon nuk mundet kapi vetëm një plan. Ti mundet jesh kur ngjarja ndodh në 360 gradë, në 360 gradë dhe ti ke ngjarje të ndryshme, ku ata mendojnë se nuk po filmohen. Ndërkohë, skenat janë të gjitha skena... Si lexon reagimin atyre? Si reagim të Unë mendoj që po ndjejnë fundin, edhe tashmë ata duan që neve të përfundojmë ashtu siç partitë politike kanë organizuar gjithmonë protesta. Duan që të jenë gjithmonë të dhunshme, gjithmonë të bëhen kurban. Unë mendoj që qytetarët e kanë kuptuar këtë gjë, nuk kanë më qytetarë të thjeshtë të bëhen kurban për politikanët shqiptarë. Kështu që ka ardhur koha që të ruajmë qetësinë, të vazhdojmë në mënyrë konsistente, masa është e kënaqshme, është shumë e mirë, ne mezi po presim që vazhdoj të shtohet diaspora sa vjen edhe po kthehet, po marrin pushimet, gjë që pushtetin e frikson shumë, dhe mendoj
po të arrim të fitojmë këtë gjë që pushteti nuk e do, neve do ta kemi fitoren shumë afër. Dhe nuk kemi pse të presim apo të bëjmë plane afatgjata, sa do zgjasi, si do shkoj. Unë mendoj që sa më shumë qëndrojmë të bashkuar, aq më shpejt do të vi dita kur neve do t'ja arrim qëllimin. Çfarë e ka karakterizuar këtë protestë? Janë elementet e saj të butë, të qartë, të pastër në mënyrën se si qytetarët të reflektojnë. A është njësoj si në ditën e parë? Pjesa e fjalimeve, pjesa e pjesëmarrjes, fëmijët, gratë dhe vajzat, burrat dhe djemt. Nëse do t'ishte e njëjtë, do të theshen monotone. Fakti që masa qëndron e njëjtë, por mënyrat e ekspozimit, nëse në fillimet e para dominonin shumë pankartat të gjitha, ajo që të roqi dhe vëmendjen e të tjerëve dhe që e bërim interesante, tani po shohim kemi hyrë në një fazë të dytë, që është organizimi. Pra, po lihet pak pas dore sepse xha janë thënë të gjitha gjërat. Dje ka pasur një takim, kam përshtypjen të grupit koordinues? Të veçuar. Grupi koordinues, çdo lloj organizimi në parim është i shëndetshëm. Mendoj që duheshe bërë më përpara. Unë kam një friktimen që duhet patur shumë kujdes, sepse në atë shesh mundet ketë dhe njerëz që mundet jenë të infiltruar. Edhe brenda këtij grupi koordinues. Nëse nuk krijojmë filtra të mira, nëse nuk jemi të vigjilent, të vëmendshëm drejt orientimeve në kaje të kundërta, mundet na kthehet në bumerang. Pra, organizimi prandaj ka qenë shumë e vështirë, edhe pse kanë kaluar më shumë se një muaj nga protesta, ka qenë shumë e vështirë të bëhen bashkë. Pse? Sepse nga frika që nuk i beson dot askujt në atë shesh. Por mendoj që pas një muaj që ka kaluar, mendoj që jemi njohur me aksionet të ndryshme. E ka treguar se ku gjithsecili në cilin krah është. Kështu që gjithsesi unë prirem që t'ju besoj të gjithë atyreve që janë në shesh. Qoftë edhe ata që shiten sikur janë me ne. Ne na duhen ata, edhe ne nëse do t'jemi të Zotë, neve duhet i përdorim edhe ata që përpiqen që të na orientojnë gabim. Për aq kohë sa ne na duhet masa. Shpesh kemi parë thirrje edhe për administratën në shesh. Unë shoh çdo ditë pjesë të administratës aty, për fat mirë, edhe mendoj që mund të jenë më shumë. Por të pa ekspozuar. Të pa ekspozuar, atë që vere shoh një përkrahje të jashtëzakonshme jashtë kamerave, ku na përshëndesin çdo ditë në rrugë, na japin kurajo, gjë që herët e tjera shikoja një revolt të çuditshme, që të kundërpërgjishin, të kundërsulmonin. Tani na thonë jemi me ju, shikojeni, hapna një rrugën edhe të kemi dhe ne mundësin pastaj t'ju bashkohemi. Kjo është një sinjal shumë i mirë që administratat paktën nuk po sulmon. Megjithatë, Olgert, pra të detyruar nga pushteti, se normalisht as ata edhe ata me ne janë patjetër. Ka një ide sepse është vendosur kjo protestë në datën 4 korrik, po këtë do diskutojmë pas publicitetit. Kemi reklama në këto momente, rikthehemi sërish së bashku me Olgert Rakipllari në studio me diskutimin lidhje me protestën e 35 të ditës së sotme.